Adhrues basketbollit në adresën numër 1 të sportit në Shqiptari. Platformën tuaj dhe tonë artmoshën, ku do qeni duke na shikun këto qaste në Kosovë e Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në duelin Golden Eagle Ylli Vllaznia, direkt nga Trama Qershori, foleja e basketbollit Therandas. Ja dhe peshe startuese, Parker, Bryant, Kiri, Shestani dhe është George. Në anën tjetër për Golden Eagle Yllin do të paraqiten Gray Morina, Thomas Sabeckis dhe Erion Kastrati, Lisi më i miri në duelin me Vllaznin para 5 javësh. Pra Vllaznimi si kampion aktual tashmë është kualifikuar për gjysmë finale dhe si mas gjitha gjasave do të takohet me Golden Eagle Yllin. E tani Sabeckis pas plot 4 minuta 9 sekondave loj me kosh faul. Minuta 40 sekonda loj Dustin Thomas kundër sulmi shpejt Erion Kastrati, për mrekulli Dustin Thomas. Kiri në brendi atje për Parkerin, Shestani për mrekulli atje bashkëpunojnë Liz Shoshi. Pas dhe Gashi ata të ciltin, opala, për mrekulli atje. Hibbett, posa u inkuadrua në loj, Jaden Hibbett bombardoj dhe e përsin minimale. E riktheu është kjo treshja e parë në minutën e 3 para përfundimit. Në anën tjetër kundër sulmi shpejt. Bretani, Shoshi dhe Kiri luftojnë atje, shikoni lëvizjet e Kirit. Për mrekulli, Brian Pass përgjigjet në atë treshën parës të Hibbitit me treshë mirë, po Conger është atje dhe shpëton këtë top. Pass edhe njëherë, tenton nuk realizon, por Lisi është në vend dhe e përmirëson për 12. I cili për sa bukur atje depërton. Grafikën zyrtare e për mrekulli në brendi atje e pranon këtë lob pasim të Thomasit, Justin Thomasit, Kiri, i cili po dominon përsëri në brendi, si kurse në atë ndeshjen 11 shkurtit. Artin Gashi ish kapiteni i në anën tjetër Dustin Thomas, edhe pse i ka 0 pik, 5 kërcime dhe 2 topa të vjedhur, bëri punë të mrekullueshme. Liz Shoshi atje nuk arrin të Julian Bryant e mbyll. Brian Pass ja vodhi topin si me magnet atje George. Thomas për mrekulli, ish mangët edhe blokadës të Congerit. Tek Vllaznia, Gzim Morina e hum topin, ankot atje në fall. Në anën tjetër i mrekullueshëm është Ashton Parker. Kristanit e Therandasit e vjedh këtë top Gzim Morina, për mrekulli Kastrati. Sa bukur, mirë, po Kiri hin në loj dhe me inkuadrimin e Kirit në loj rikthehen edhe në atë ndeshjen historike para kualifikimin e parë. Çfarë koshi nga Bradley George në 100-at e fundit me George në brendi, për mrekulli është kjo hera e tretë sonte që mbetet i vetmuar. Pick and roll fenomenal është Clyde Kiri dhe pika e 6 e tij. 2 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhur e 2 blokada. Josh Gray përgjigjet. Mirë, po me ato serit nga 7-0 njëherë dhe 8-0 arriti që të rikthehet në lojë. Në anën tjetër te Gold. Në disa qaste Vllaznia po luan me nga 5 Amerikan. Mirë, po tash po ka kush menal atje Kirin. Është tirë për Kalisi me u shtyme te në anën tjetër skane. Julian Bryant, lojtar minor 5. Bamforti në brendi, për mrekulli e shërben Lisin e kishte mposhtur Go plus P-en në Karagaj 81-71. Mirë, po Go plus P-a u përgjesh me fitore prej 3 e themelimit gjysmë shekullit të ekzistimit. Kupa e Kosovës i shkoj Huq. Mirë, po Huq nuk i shkoj këtu
Kjo treshe Scott Bamfortit në asistim të Sabeckisit. 2 treshet e ti dhe ai 2 pikshi. Scott Bamfort e ka ndrej snajperin e ti dhe po bombardon si B-52 Amerikan. Nuk luajti Scott Bamfort. Lisi mbrojtje e mirë, kundër sulmi shpejt, Sabeckis në anën tjetër, Erion Kastrati, uffa! Ja teron atje Ashton Parker, si me magnet. Nga 6 takime dhe vllaznimi kampioni aktual me 3 fitore, sa bukur atje, Thomas për Ashton Parkerin, asiston dhe Parker koshin e shmonton për 57 me ish mangët atje këti tentimit të pesit për me shpëtu topin. Parker kundër sulmi shpejt Hibbit për sa bukur, çfarë shkëputje, çfarë ngulitje nga Julian Bryant. Fenomenal, fluturon dhe koshin e shmonton rezultatin në 59 me 56 e afron. Hibbit dhe Erioni luftojnë, Erioni rreth rrotullon për mrekulli, Josh Gray nga ana e kundërt. Sa bukur me përvojë, Josh Gray e përdor përvojën e tij, gëzimi edhe njerë tentojnë ta vjedhin këtë top. Shestani, kapiteni edhe njëherë në çastet vendimtare del në skenë. Treshen e lanson dhe të vendje e dërgon Robert Shestani, 8 pikë të ti, 2 treshe, afron rezultatin në vetëm 2. Edhe një top i vjedhur, tani kemi një seri, si kurse në qerekun e dytë, dhe barazot rezultati, time out kërkon Pak Olmos. Lisi ndihmon me blok hapët atje, mirë po gësi Morina në pozitën e ti, e shohin dhe kapiteni, luan tani në pozitën e postit të Ullis, Shoshi në çastet dramatike. Mbrojtje e kapitenit Morina ndaj kapitenit Shestani. Kapiteni në kapiteni në anën tjetër, çfarë shënimi Julian Bryantit në stil të Rahmetlis Kobe Bryantit. Edhe njëherë për mrekulli. Dhe do të ndeshet me vllaznimin e dytë të grupit A, edhe një top i vjedhur nga Thomas dhe këtu çdo gjë përfundon. 69 me 76, pas ndeshjes fituar me 11 shkurt. Eni Lazani i mbajti ligjerat Pak Olmosit, 72 me 76, pra Bamfort e realizoja treshe, sidoqoftë i zhgënyer totalisht Pak Olmos.